500 metra katror kanë mbetur pa u shfrytzuar dhe aty tani parkohen vetëm makinat e rastit. Toka që Elham Maqedonsi pretendon se burri i saj e bleu në 1995 nga Xhafer Obiliqi, që nga 2008 ka mbetur kontest i pasgjidhur pronësor në gjykatën themelore të Prishtinës. Kjo nga se në 2006 gruaja e Xhaferit, Nefizja, ja shiti tokën nga Zmend Rahimit. Megjithatë, për vendodhjen e Nefize Obiliqit nuk di askush, kësaj gjykata ka angazhuar përfaqësues të përkohshëm për të, Emrosh Kastratin. Fakti që jemi përfaqësues i përkohshëm nuk kupton se Nefize Obiliqit nuk e kam njohur hiç asnjë as e kam pa asnjëherë. Për ata është jam caktuar nga gjykata sipas detyrës zyrtare me propozim palës padit se përfaqësues i përkohshëm sipas ligjit brezorës kontestimore për të mundsuar me heq procesi gjyqësor përpara. Sa unë kom mbretën, Nefize Obiliqi e ka shit pronën kontestuese dikon rreth vitit 2008 me kontratë të legalizuar në gjykatën themelore atëherë në Prishtinë me një përfaqësues tjetër. Kështu që as Nefize Obiliqi vetë drejt nuk e ka shit, e ka pas personin autorizuar. Edhe ky proces gjyqësor ende vazhdon të jetë i hapur. Megjithëse bashkësia e Landës rezulton se Pala pa ditë se ka të hapur në proces gjyqësor edhe në një rast tjetër për të njëjtën çështje kontestuese. Kështu që i padituri i dytë, që është në këtë kontest, ka marrë për obligim qysh vitin 2025, të kujtoj në shtator vitit 2025, që ta njoftoj gjykatën me parashtresë me numrin e Landës dhe nëse palët janë neta dhe objekti i kontestit njëjtë, atëherë të bashkohen në Landë, në mënyrë që kursen edhe palët për shpenzimeve, edhe gjykata kursen në kuptimin e efikasitetit përveç përpara mos u mojt dy gjykime për të njëjtën çështje kontestimore. Prej shtatorit vitit kalum, kur gjykata ka shtyr seancën kohë pasaktuar në rastin ku jam unë si përfaqësues i përkohshëm, ende nuk kam kurrë informacione shakarrie dhe çka është të ndodhur. Sipas Kastratit, gabimi kryesor që familja Maqedonsi kanë bërë që fakti që nuk e kanë regjistruar pronën në kadastër dhe nuk janë interesuar për gjendjen e saj ndër vite. Problemi ekziston te palët. Në anë parë ekziston te Elham Maqedonsi, si palë paditëse tash këtë rast. Nga se sa kom vrejtën sipas një kontratës legalizuar të shitblerjes në gjykatën themelore në Prishtinë vitin 1996 nëse sa rrej, bashkësia e Landës. Ajo kontratë nuk është jetësuar në detyrim për katastër dhe gjedëzi. Kjo është obligimi palëve, që kontratën e shitblerjes ta me kërkesë ta dërgojnë në drejtimin e gjedëzisë komunës, në mënyrë që të ekzekutohet kontrata dhe të bartet prona në emër të në rastin konkret të Elham Maqedonsit. Kjo nuk ka ndodhur. Edhe si rezultat i mas vendosjes ekzekutimit të kontratës me neglizhencën e palës vetë, atëherë ka mbetë prona ende në emër të ish-bashkëshortit Nefize Obiliqit për shembull dy fjala. Asnjëra nga palët nuk e kanë ekzekutuar kontratën. Si duket, Nefize Obiliqi e ka ekzekutuar kontratën tani në emër të personit tjetër. Nuk është fund posedim, nuk e ka menaxhuar pronën, nuk e ka kontrolluar, nuk e ka ekzekutuar kontratën, dhe gjithë ato si rrjedhoi kanë ardhur deri në këtë citat. Po paragjykoj se edhe Nefize Obiliqi ndoshta s'ka mund ta din se ish-bashkëshorti i saj i ndjerë e ka shit pronën kontestuese. Tashti është çështje e gjykatës se si do të vlerëson gjitha këto konteste, gjitha këto zbratësira që kanë ndodhur me neglizhencën e palëve. E se si ndodhi kjo, avokati i Zmend Rahimit, Arlind Jupolli, thotë se aso kohë shitjes së Nefize Obiliqi, pronat i kishte të regjistruara në emrin e vet në bazë të aktvendimit të trashëgimisë. Shitësja Nefize Obiliqi me rastin e nënshkrimit të kësaj kontrate e ka pasur certifikatën e pronësisë në emrin e vet, të lirë nga çka do barre, dhe si rrjedhoi edhe është lejuar edhe vërtetimi i kontratës edhe regjistrimi i pronësisë në librat publik katastral. Ndryshe, nëse nuk ishte e pasur certifikata e pronësisë, pala që ne përfaqësojmë as nuk do të blente e as nuk do të mund të regjistrohej si pronar. Tutje Jupolli shton se klienti i tij nuk ka qenë fare në dieni se ekzistonte një pengesë e tillë procedurale.
Pra që nga viti 1998 e deri në vitin 2006 askush nuk ka paraqitur asnjë pretendim pronësor dhe si rrjedhoi edhe ka ndodhur shitblerja kryesisht në mënyrë të lehtëshme, për të cilën pola që ne përfaqësojmë e ka paguar edhe çmimin e blerjes. Pra Gazmendi nuk ka qenë fare në dijeni për ekzistimin e ndonjë pagese procedurale për blerjen e paluajtshmërisë.